Përshëndetje miq, a ju pëlqejnë patatet vjolla? Këto patatet më ka sjell një vajzë, shiko ka vënë dhe emrin tim, që i shet, mi sjell direkt tek puna me 2,50 kg. Masi i presim patatet me feta, i shpëlajmë, i vendosim një tepsi, një kokorqep, 2-3 thelpin hudhër, krip, piper, vaj ulliri, kemi dhe 2 peshq kocë, i kriposim mirë, i vendosim sipër patateve, disa feta limoni në mes, i bëjmë edhe disa prerje dhe direkt në furrë të paranxehur me 190-200 gradë për gati 1 orë. Shikoni edhe me sy derisa të zbuten patatet e të jetë pjekur peshku. Këto janë ato receta me gjithmonë praktike që të shpëtojnë nga një vakt. Nëse provoni, ju bëft mirë dhe ju uroj një fundjavë sa më të bukur. Ciao ciao.